kurse në politikë së shpejti do të shihni se numrat janë. Së shpejti. Nesër më duket është seanca e radhës, apo? Kjo së shpejti, po. Okej, së shpejti. Apo të pëlqejnë më shumë kuvendet në politikë apo kuvendet kur ke qenë, nuk e di a ke qenë ndonjëherë pjesëmarrës kuvendet sportive? Është shumë e ngjashme kur janë pyetje kuvendet, kështu që Se gjithë duart lartë, të gjithë një zëri, duart lartë. Ajo që është e rëndësishme, ajo gara, rivalitetin në politikë nga njëherë nuk ka parime, kurse në sport gjithmonë ekzistojnë disa parime, disa rregulla në politikë, po më duket rregullat janë shumë elastike dhe nga njëherë ka goditje në brez dhe ato nuk ndeshkohen dhe fatkeqësisht që unë jam në një subjekt ku vërtet po mundohem të jemi korrekt ndaj atyre që na kanë mbështet. Dhe këtu është një dallim, domethënë në politikë kundërshtarët janë rival vërtet shumë të ashpër dhe nganjëherë në politikë luhet pa parime, kurse në sport gjithmonë ekzistojnë parimet. Rregulla e fair play, po më duket që në politikë nuk ekziston. Pro, formon e ma shpejt qeverinë nisa me punu për sport, se viti 2030 thuj se Janë afër, projektet janë të gatshme, programet janë të gatshme, planifikimi është i... Gjithë këta këtu, edhe përfshi dhe këta, i kemi synë nga te, ta kesh me di këtë. Po, të gjithë ta kanë kontribu dhe po kontribojnë vazhdimisht për sportin, unë besoj që të gjithë ta kanë, në sport ka nevoj për njerëz të ri, ka nevoj, shumë ka nevoj që të kyqen pjesët dërmuese e sportistëve që kanë kontribu, që e njohin sportin, dhe mes në tyne këtu kemi, Zhdrela ka qenë disa herë futbollist i vitit, e di në rrethanat shumë mirë, dhe Blendi ka qenë njëni prej perspektivave të futbollit, më ka pëlqyer. Fatkeqësisht që s'kemi pas rast me punu, unë e di që ka qenë njëni prej futbollistëve ma me perspektivë që mu jashtëzakonisht shumë ka pëlqyer, jo pse është këtu, me Granitin kemi punu, kurse Lavdimi është Lavdimi është shijen e sportistëve, futbollit, të parashikimeve, të vendosjes lojtarëve, kemi pas rast me Telegrafin apo gjatë kampionateve evropiane kemi shumë ide të ngjashme dhe ka qenë në aspektin e vendosjes e lojtarëve, të ekipeve, pas zgjedhjes, ka qenë shumë kreativ dhe interesant i gjithanshëm në vendosjen e lojtarëve. Dhe kjo është fakt që e njeh mirë sportin dhe po shpresojmë që kemi me kontribut gjithë në mirëvajtje të sportit. Cëllën prej këtyre pyetja fundit e kishte ftuar politik? Cëllën prej këtyre që janë këtu? Të gjithë mund të jenë pjesëmarrës në politikë. Po, se kështu pjesëmarrës jemi të gjithë në politikë. Unë mendoj që në politikë kam qenë i detyruar me hinë këtu në këtë sferë, sepse unë mendoj që ka nevojë. Ju e dini çka ka ndodhur me sportin tonë në 20 vitet e fundit. Ende kemi shumë probleme në shumë aspekte, edhe në infrastrukturën, në kuadra, edhe në planifikim, edhe në programim, krejt janë këto që janë evidente, por subjekti ku jam unë e ka ekipin më të mirë të sportit edhe të kulturës. Unë ju garantoj këtë sepse kom pas rast me pa projektet, kom pas rast me punu me Qekun, me Daulina Osmanin, me ekipet tjera që janë pjesë të këtij kabineti që vërtet janë shumë profesionistë. Prof, shumë suksese, shpresojmë që shumë shpejt të formohet. Shumë faleminderit.